Kryetarja e Unionit Social-Demokrat SDU, Duda Balje, ka arritur një marrëveshje me kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti, provokimin e institucioneve të reja shtetërore përfshirë formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kjo marrëveshje vjen në një moment kritik për proceset institucionale në vend, në pritje të konstituimit të përbërjes së re parlamentare pas zgjedhjeve të fundit. Burime pranë zhvillimeve politike raportojnë se Balje dhe Kurti janë pajtuar për një bashkëpunim që do të mundsojë funksionalizimin e institucioneve të reja. Marrëveshja duhet të jetë rezultati i negociatave që kanë ndodhur pas një takimi mes tyre më 3 prill, takimi i cili fillimisht nuk solli ndonjë deklaratë konkrete nga Balje për vazhdimin e bashkëpunimit me lëvizjeve të vendosje. Një nga kërkesat kryesore të Duda Baljes në këto bisedime ka qenë formimi një komune me shumicë bosnjake, kërkesë e cila është artikuluar prej vitesh nga komuniteti që ajo përfaqëson. Megjithatë, nga takimi 3 prillit, Balje kishte deklaruar se nuk kishte marrë ndonjë konfirmim për këtë kërkesë. Zhvillimet e fundit sugjerojnë se palët mund të kenë arritur një dakordsi, të paktën në parim, për të adresuar këtë çështje në kuadër të bashkëpunimit të ardhshëm politik. Aktualisht nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga vetë Balje lidhur me përmbajtjen e marrëveshjes apo detajet e saj. Mediumat që kanë tentuar të marrin një deklaratë prej saj nuk kanë arritur të vendosin kontakt. Edhe nga zyra e Kurtit nuk kanë pasur ndonjë deklaratë të detajuar, përveç sinjaleve për intensifikim të përpjekjeve për krijimin e institucioneve sa më shpejt. Ky zhvillim mund të konsiderohet si një hap i rëndësishëm drejt konsolidimit të shumicës parlamentare të nevojshme për formimin e institucioneve të reja në Kosovë. Mbështetja e Baljes dhe SDU-s shihet si vendimtare në këtë proces, sidomos për shkak të pozitës që ajo ka si përfaqësuese e komunitetit bosnjak dhe ndikimit të saj në spektrin politik të pakicave. Mbetet për të parë nëse kjo marrëveshje do të sjellë një konsensus më të gjerë dhe stabilitet institucional në një periudhë sfiduese për vendin.